أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيد المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. E falenderojmë dhe madhrojmë së çdo herë Allahun e lartësuam. Atë falenderojmë, atë madhrojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë, falje, rahmet, mëshirë dhe udhëzim kërkojmë. Paqja dhe mëshira e Allahut bashkë me selamet tona, lutjet dhe selavatet tona qofshin për pejgamberin ton, për zotëriun ton, për Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj lutemi për familjen e tij, shokët e tij dhe për gjithë besimtarët e besimtarët, gjallës e të vdekun, edhe për ata që kanë marrë pas neve deri në ditën e Kiametit. Kemi filluar me fol një seri të re të ligjëratave që e kemi emërtuar për një Ramazan që të ndryshon. Edhe në dersën e kaluam folëm për muajin Shaaban dhe dy cilësi që e pengojnë faljen, si parapregaditje për muajin e bekum të Ramazanit. Kështu për me alshu rrugën edhe për me marrë tematikën e agjerimit. Dietarët kur kanë folë për adhurimet edhe për ibadetet, kanë folë në kënde të ndryshme. Ju kanë qasë ibadetet në forma të ndryshme. Ajo që është më e njohura është qasja që ja kanë bërë dietarët e fikhut. Ju kanë qasë ibadetet në aspektin praktik të tyre. Ju kanë qasë ibadetet çka është për shembull agjerimi, çka prish agjerimin, rregullat e agjerimit, edhe kështu ju kanë qasë në aspektin e fikut ose jurisprudencës islame. Mirë po, është edhe një qasje tjetër mjaft interesante e ulemave në raport me ibadetet. Është një qasje që ka të bëjë me esrar el-ibade, sekretet e adhurimeve, sekretet e ibadetet, filozofia atyre, urtësia atyre. Këta nuk janë merë me qasjen praktike, po janë merë me ato të brendshmën, shpirtërorën. Këta nuk ju kanë qasë sipas islamit, që i kemi mësuar atje 3 kategoritë, islami, imani edhe ihsani. Këta nuk ju kanë qasë sipas islamit, po ju kanë qasë sipas ihsanit, kryerjes në formë më të mirë të adhurimit. Pe më të njohur që kanë folë për dietarëve në këtë fushë është Ibn Qayyim el-Jawziyja, ose është Ibn Jawzi, Abdurrahman Ibn Jawzi, është Imam Ghazali, është Ibn Qudam el-Maqdisi, edhe ka dietarë tjerë që i kanë studiuar adhurimet edhe ibadetet edhe në aspektin fikhor, ama ju merr edhe në atë anën shpirtërore. Ju merr edhe në anën e shpirtit. Më i njohur prej tyre është Ibn Qayyimi, që ka një libër Esrarus Salah, fshehtësitë e namazit, misteret e namazit. Kjo çështje ose kjo çështje është shumë e rëndësishme, se ja mundson besimtarit që mos më merr veç me anën praktike të ibadetit, po më merr me ato çka ka synu Zoti me anë të ibadetit. Ja mundson njeriu që mos më merr vetëm me çështjen praktike që shkryhet adhurimi, po për çka e kryen adhurimin? Pse po e kryen adhurimin në atë formë? Andaj edhe Ibn Qayyimi, Allahu e mëshiroft, në çat librin që e përmend Esrarus Salah, e përmend një thënie me rëndësi. Thotë ndodh që dy veta e falin namazin krah për krah. E falin të njëjtin namaz. Janë të lidhur pas të njëjtit imam. I kryejnë ato ritualet e namazit në të njëjtën kohë dhe në të njëjtën formë. Ama dallimi njënit prej tjetrit është sikur se dallimi i lindjes prej perëndimit. Të dy të kanë kryer aspektin e fikhut, të dy janë kanë barabartë. Me abdes kanë qenë dy, imamit i kanë shkuar mbrapa, nuk e kanë parapri imamin, nuk e kanë bërë kur gjë që prish namazin, janë rregull në aspektin e fikhut. Por në aspektin e kësaj anës shpirtërore që na po e themi, anës së ihsanit, çka kanë dallim të madh, saqë thotë edhe tek Zoti, kanë dallim ose largësia mes tyre është sikurse largësia mes lindjes edhe perëndimit. Tash nëse ka thënë Ibn Qayyimi kështu për namaz, po
Po a vlen e njëjta edhe për Ramazan. Në Ramazan, në iftarin e fundit të Ramazanit, mujnë me qenë dy veta në të njëjtën sofër ulën bashkë. Të dy të kanë agjëruar Ramazanin. Në aspektin fikhor as janë se ka prish. Mirë po, në fund të Ramazanit, dallimi mes dy agjëruesve mundet me kanë aq i madh, sa që është dallimi mes lindjes edhe perëndimit. E ne për mos me marr ose për mos me qenë nga pjesa e atyre që janë të njëjtë, sikurse para se me hyr Ramazani, sikurse kur dalin, duhet me kshir Ramazani pe këndit të ihsanit, pe këndit të brendshëm, pe këndit shpirtëror. Për me kuptue këta, kemi me shikue se çka na ka thënë Allah në ajetin që na ka bë obligim agjërimin. Allahu e obligon agjërimin në ajetin në surën Bekare ku thot: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju të cilët keni besuar, ju është bërë juve obligim agjërimi, ashtu sikur se ju është bërë atyre para juve, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Pra, shprehja la'allakum në mënyrë që tregon që synimi nuk është vetëm në agjërim. Po thot agjërimi është wasile, mjet, me anë të së cilës po thot Zotin e po du me synu diçka me to. Agjërimin ja ku bë obligim, mirë po jo si agjërim. Këta keni në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Por më na tregu që agjërimi e ka një arsye pse është bë obligim. E ka një urtësi, e ka një sekret. Në aspektin e fikut tash kthehemi, nëse pyetemi çka është agjërimi, definicioni i tij është mjaft i lehtë. Kanë thënë dietarët, agjërimi është imsak an shahwatil butuni wal farji wa ma yakumu maqamahuma ta'atan lil mawla mukhalifatan lil hawa min tulu'il fajri ila ghurubi shamsi. Kanë thënë dietarët, agjërimi është me ndal veten, imsak an shahwatil batni, me ndal veten nga epshet edhe knatësitë e barkut dhe të organeve tjera gjenitale, krejt kjo si bindje ndaj krijuesit dhe refuzim edhe shtypje e nefsit, kjo bëhet për një periudhë prej kur lind, prej kur fillon mëngjesi deri kur perëndon dielli. Që kjo është agjërim. A më kjo është agjërim në aspektin fikhor. Që kjo është agjërimi ose grada më e ulët e agjërimit. Andaj dietarët kur e kanë përmend agjërimin, i kanë përmend 3 shkallë të agjërimit. Kanë thënë agjërimi ndahet në 3 shkallë, 3 kategori të agjëruesve. Kategoria e parë ose më e ulta është saum el-am, agjërimi i masës së thjeshtë. Kjo është ndalja e vetes prej ushqimit edhe pijes edhe të ngjashme me to prej mëngjesit deri në mbrëmje. Që ky është agjërimi i përgjithshëm. I masës së thjeshtë, ta agjërojnë këtë musliman kush ka mundësi edhe kush shpreh gatishmëri për me ju bind Zotit. Që ky është agjërimi i masës së thjeshtë, thotë Ibn Kaimi. Tani është saum khas, agjërimi i veçantë. Këta po që largohen prej gjërave që i përmenda për ushqimit, pijes dhe kontaktit intim, po këta agjërojnë edhe me pjesë të tjera të trupit. Agjërojnë me sy, agjërojnë me vesh, agjërojnë me gjuhë, duke ju shmang haramit. Kjo është gradë më e lartë. Edhe thëtë është agjërimi khasatul khas. Po vjen të ngushtu rrethi. Vjen agjërimi specifik i të veçanëve. Thëtë kjo është agjërimi i zemrës prej gjithë shkaje që e largon prej Allahut. Kjo është kategoria e tretë. Që të trija do të më marrin mend se na vin masanej kur të bëjmë lidhjen me diçka tjetër. Për këtë arsye, po thot Allahu, ajetin kur e ka obliguar agjërimin, po thot la'allakum tattaqun, në mënyrë që ju të bëni të devotshëm. Pasandaj Allahu fol akoma për agjërimin, në fund kur i përfundon ajetet që folin për agjërimin, fund thot kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Kështu Allahu po ja shpjegon ajetet e tij njerëzve në mënyrë që ata të bëhen të devotshëm. Prapë në njëjtën shprehje që e thanë fillim. Për me na tregu që ai që i përmbahet agjërimit, që nga fillimi deri në fund të jetës së tij ka më kanë i devotshëm. Për me na tregu që prej fillimit të jetës së tij deri në fund
ka me arrit devotshmërinë. E qysh arrit kjo? Kjo tha Allahu ayyaman ma'dudat. Kjo ka mu arrit me ditë të caktuara. Ai që ja jep hakun këtyre 30 ditëve në Ramazan, ka me arrit devotshmërinë që ka me i vyt të një jetën e vet. Ai që gjatë këtyre ditëve i ka për synim me fitu dashurinë e Zotit, e përjeton takvallahun, devotshmëria ati ka mizgjat të jetën. Pra synimi i agjerimit është shumë madhor. Nuk është vetëm me met pa ushqim edhe pa pije, mirë po tha Allahu në mënyrë që ju të ndryshoheni. Çdo krijesë që Allahu i lartësuar ka kriju, i ka cilësi dalluese të saj. Nëse i marrën për shembull shtazët shtëpiake, el-an'am, baktit. Nëse i marrën baktit, ato kanë shumë cilësi. Kur të përmendëm baktin, cilla cilësi neve na shfaqet në mendje, s'pari herë kur të dëgjon termin bakti, ty të shfaqet cilësia që ato hajnë, pinë edhe shumojnë. Që kjo është cilësi karakterizuese e baktive, këta kanë edhe cilësitë edhe kafshët e tjera. Mirë po kështu si cilësi që unifikuese, që të bjen men herën e parë, kur përmendet për to, për baktit, normal që është pija, ushqimi edhe shfryrja e epshëm. Mirë, kur e përmendim ndonjë shtaz të egër, cila cilësi na bjen mas parin men? Cilësia e sulmit, ana agresive tyne, se janë kafshë grabitçare. Tash edhe këto hajnë e pinë shumohen. Mirë po kur e përmend termin luan, me njëherë në mendje shkon sulmi, leopard, skifter, për dallim për atje kur e përmend emrin lop, ose dele, ose diçka të ngjashme. Edhe kjo është cilësi, pra, kanë këto kafshë kanë cilësi ose kanë tipare agresive. Pastaj nëse përmendim shejtanin e mallkum, cila cilësi na del përpara syve? Del hasedi, xhelozia, edhe del kibri, mendjemallësia. Se shejtani është burim i të dyja këto cilësive. Edhe në fund i kemi me lajket. Momenti kur i përmendim me lajket, para neve na del adhurimi, del cilësia e nurit, e dritës, ibadetit, drejtësia, rahmeti, mëshira. Momenti kur i përmend me lajket, bile edhe na përdorim si ishmelaçe. E përdor termin që është tamam meleku përfaqëson rahmetin edhe butësinë. Nëse përmendëm njerin, cilët i parë na del përpara syve. Nëse përmendim njeriun, të cila grup me vendos. Subhanallah, të 4 grupe që i përmendëm më herët, të 4 cilësi, Allahu i ka tubu mrena njeriut. Të 4 grupe, Allahu i ka vendos mrena birit të Ademit. E marim anën që e përmendëm atje të parën, baktit. Njeriu han, pin edhe shumohet. Kjo cilësi që Allah ka kriju me njeriut. Problemi është kur kjo cilësi e merr vendin e parë, edhe Allah i ka kritiku pa besimtar pikërisht për këtë arsye. Ulaike kel an'ami, ata hajnë edhe pinë sikur se kafshët, belhum edal, madje janë edhe më poshtë se ata. Pra, këto cilësi i paska dhe njeriu. Tash, agjerimi, çka bën grada e parë që thamë, kur na ndalon neve, pe ushqimit, pijes, edhe pe kontaktit intim, grada parë me ullet e agjerimit, na dallon pe baktive. Se ti për hatër të Zotit, po e nal edhe po e shtyp nefsin tën, edhe as nuk po han, as nuk po pin, prej mëngjesit deri në mbrëmje. Ti dallon pe baktive tani. Ti masana i hatëri Zotit ke sakrifiku diçka që është mrena teje, po ti nuk po lejon me të bë zotëriut. Tani e kemi cilësin e shtazëve të egra. Edhe këta e gjajnë mrena njeriut. A dhe në njeriu më bë agresiv, dhe njeriu edhe më sulmu, dhe njeriu më tregu i ashpër, mirë. Tash kësaj, ose për këtë cilësi, e kemi kategorinë e 2 të agjerimit. Kategoria 2 cilla ke, zbashku me barkun e birit të Ademit, agjeron edhe syri ti, veshi ti, gjuha ti.
Tash, nëse njeriu arrin çet grad, prej vetës së tij ka mi hiq cilësitë e kafshëve grabiçore. A ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë Allahu i madhrum, në hadithin që e dini krejt, thot pejgamberi alaihi wasallam se Allahu i lartësuar ka thënë, wa in imru'un qatalahu aw shatamahu. Nëse një njeri që është agjërushëm, vije një njeri tjetër, edhe ai dën mu rreh me të, ose dën me u zën, me të me u shty, çka të thot ai? Falyaqul inni saim. Ai le të thot, unë jam agjërueshëm. Që cilësinë e kafshëve që ti po e shfaq, mos e lyp të agjëruesi. Unë jam agjërueshëm. Që cilësinë e kafshëve të egra, që është shtyrja me njëri tjetrin, edhe brutaliteti, edhe fjalë të ashpra. Unë jam agjërueshëm. Unë që cilësi që ti e ki, unë me anë të agjërimit e kam shkel. E kemi pasaj cilësinë ose cilësitë e shejtanit të mallkuar. Cilësitë e shejtanit dy kryesorët janë el hased, xhelozia, edhe el kibr, mendja madhësia. Kur njeriu është agjërueshëm, a ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shejtani ecë në damarët e birit të Ademit. Kur njeriu është i uritur ose i jetur, damarët ngushtohen. Njeriu shejtanit i pamundsohet që ai lëvizja lirshëm brenda birit të Ademit. Andaj në Ramazan thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sulsilati shayatin, shejtanët prangosën. Andaj agjëruesi në Ramazan i largon edhe cilësitë e shejtanit mallkuar. Nuk shkon një agjërues me i pat xhelozi vllaut të tij musliman. Se ky normal xhelozi nuk dosh me shkel me të dy këmbët e tij. Edhe këto cilësitë e shejtanit mallkuar nuk do të me i pat brenda trupit të tij. Nëse i ka lënë çto 3 filtra, atëherë njeriu ka lënë në gradën e 4 që na mbet, e që është grada e melekëve. E që është grada e melajkeve të Allahut. Andaj, personi i tillë është krah për krah me melekët, madje edhe më lart se ato. Shikoj çka thot Allahu për melekët, madje Allahu citon fjalët e melekëve në surën Safat, thonë ato, wa inna lanahnu saffun. Dhe thonë melekët, ne jemi ata që rrinë në safa, wa inna lanahnu al-musabbihun, dhe ne jemi ata që i bëjmë Zotit tasbih. Cila është gjendja besimtarëve në Ramazan? Safa i sheh ata. I sheh duke madhru Zotit, duke bërë tasbih. Kë e kanë poshtë cilësitë e baktive. I kanë poshtë cilësitë e shpezëve ose shtazëve të egra. I kanë poshtë cilësitë e shejtanit të mallkuar. Tash rrin edhe falet namaznate, edhe fal taravih, edhe lexon Kur'an, edhe i bën Allahu tasbih, edhe përngjason me melekët e Zotit. Andaj kjo është hikmeti, urtësia e Ramazanit. Tha Allahu në fillim atje, la'allakum tattaqun, në mënyrë që ju të arrini devotshmërinë nëpërmjet të këtyre katër shkallëve. Kështu që njeriu nëse arrin në këtë pikë, bëhet tek Zoti më i dashur se sa meleku. Nga se njeriu pa të luftë deri arriti këtë pikë. A meleku e pa gjendjen e gatshme? Ai prej kur është kriju, ai Zoti nuk i bën gjuna, as nuk i dal jashtë urdhrave të tij. Ama besimtari për marrë që të pikë, sa lufta shkon. Është luftë e madhe për marrë besimtari me përjetu Ramazanin deri në këtë pikë. Tashma se kuptuam arsyen pse është agjerimi, pse është bë obligim, në mënyrë që të bëhemi të devotshëm, është mirë me këshirë dhe çka është kjo devotshmëria. Që Allahu në fillim edhe mbarim të Ramazanit na përmendi devotshmërinë. Definicionet të devotshmërisë pat plot, edhe ka zor me përzgjedh, mirë po unë e kam përzgjedh definicionin më të vjetër që gjendet në librat e fikut. Edhe ish më i vjetri, por ndorën në zemër edhe është më i kuptueshëm dhe më i lehtë. Omeri radiallahu anhu e pyet një ditë Ubej ibn Kabin. Thot Ubej, çka është at-taqwa? Takvallaku, devotshmëria. Atëherë Ubej i thot, o prisi besimtarëve, a ke ndonjëherë këm zbathur në një shteg me xhemba? Omeri thot, po kumec. Thot, tregom çka ke bë? Thot, jam përvjel edhe kumec në majë të gishtrinve.
edhe jam rujt mos me shkel në xhemba. Thot, o prisi besimtarëve, mu kjo është devotshmëria. Bashkë kjo që përmendet ti, kjo është takvallaku. Me ecë njeriu në jetën e tij, duke i ruajtur gjunave që i ka përreth tij, kjo është devotshmëria. Ai që arrin këtë grad, ai është i lumtur. Andaj thot Imam Ghazaliu, Allahu mëshiroft, lumturia është kur njeriu e mbizotron veten e tij. Ka kontroll mbi ato cilësi që i përmenda më herët në nefsin e tij, e jo kur ai bëhet rob i nefsit edhe i çefeve të tij. Pra Ramazani është një kohë që njeriu e shtyp nefsin e tij, edhe i shtyp epshin e tij, edhe dëshirat e tij, edhe krejt me këta e ka për synim me e forcu lidhjen mes tij edhe mes Allahut. Ka shumë rëndësi kjo në Ramazan që njeriu me rindërtu lidhjen e tij me Zotin. Zatën kjo është arsyeja pse njerëzit nuk mujnë me shiu Ramazanin. Për këtë arsye njerëzit nuk ja dinë lezetin e Ramazanit. Se nuk e ka dert, nuk e ka synim me ripërtëri lidhjen e tij me Zotin. Mirë për synim e ka me prit a u bë iftari edhe me vazhdu me procedurat. Mirë po kur njeriu e ka synim që gjatë këtij Ramazani me rindërtu lidhjen e tij me Zotin, atëherë ai e përjeton një Ramazan që për një me ndryshon. Ai e përjeton një Ramazan që ja sheh halin në dynjë dhe në ahiret. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men tawadda mithla wudu'i." Ai që merr abdes ashtu sikur se mora unë. Pra merr abdes mirë, nga 3 herë. Edhe thumma yusalli rak'atayn. Masandej i fal 2 rekate. Mirë po këto ka një kusht. Thot pejgamberi alayhis salam: "La yuhaddithu fihima nafsuhu." Në këto 2 rekate nuk fol kë me veten e tij. Nuk flet kë me veten e tij, thot ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. I falen krejt gjunahet që i ka bë më herët. Hadithi është i saktë dhe transmeton Buhariu. Ai që i fal 2 rekate, edhe në to nuk i flet vetes së tij, e që qëllimin nuk e angazhon veten me dunjallak, me çështje të kësaj bote. Mirë po i përkushtohet Zotit, i falen krejt gjunahet e mëhershme. A kujtoni që është let me i fal 2 rekate pa i fol vetes sane? Kujtoni që është let me agjeru 1 muaj ditë Ramazan, pa i fol vetes sane? Mirë po kjo arrijet me mund, nuk arrijet me një legjërat, as nuk arrijet me një Ramazan. Kjo është mund që besimtari, mund pas mundi është gratë që besimtari e arrin. Kështu që Ramazani na jep çet mundësinë që pak me u shkput nga rrethi edhe mu lidh me Allahun e lartësuar. Allah në surën Teube i kritikon munafikat edhe disa prej besimtarëve pse nuk kanë ndalë luftë me pejgamberin alayhis salam. Edhe kritika është rëndësishme. Thot Allah i lartësuar: "Ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum unfiru fi sabilillah ithaqaltum ila al-ard." O ju të cilët keni besuar, çka është puna juve? Kur po ju thuhet dilni luftoni në rrugë të Allahut, ju nuk po dilni. Pse kjo? Ithaqaltum ila al-ard. Jeni kap për tokë. Jeni rëndu për tokë. Qatë shumë ju është dobësu lidhja juve me Allahun, sa që ju është forcu lidhja juve me dynjan përreth juve. Personi tillë, zëra ka muqu me luftu në rrugë të Zotit. Personi që e ka shkput lidhjen e tij me Zotin, zëra ka kur vjen Ramazani muqu me gjallënu Ramazanin, se kë e ka lidhjen e tij në mënyrë vertikale, në mënyrë horizontale. Nuk e ka lidhjen e tij me Allahun. Tash për ta, tha Allahu, jeni rëndu, nuk po mundeni me u ngritë me luftu në rrugë të Zotit. Ka përlët për njerëzve që Ramazani nuk mundet me xhallu vetë shkaku që është lidhë si fort, është rëndu, ithaqaltum, jeni kap për tokë. Vazhdon ajeti thot: "Araditum bil hayati dunya." Jo keni një problem mjaft serioz, ajo është kënaqja edhe lidhja me këtë dunja. Për andaj ju pamundsohet kryerja e ibadetit. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me arrit këtë grad i ka mësuar shokët e tij me bë lutje. E ka marrë Muadhin radhiyallahu anhu. Edhe ka marrë dorën e tij edhe ka vendosur në mes të duarve të tij sallallahu alaihi wasallam. Edhe i ka thonë Muadhit djali i ri, mundi me paramendu, akoma pa i mbush 20 vjet. Thot: "Ja Muadh,
Wallahi inni la uhibbek. O Muadh, pasha Allahun, unë të dua fort. Pasha Allahun, unë të dua shumë. Atëherë Muadh i thot, Wallahi wa ana ya Rasulallah. Pasha Allahun edhe unë të du, o i dërguari Allahut. Pejgamberi alayhis thot, masi të du shumë, po ta dhon një porosi. Mos lë namaz që ti e fal, vetë se në fund të ti me bën një lutje. Fi duburu kulli salah, sa herë të përfundosh një namaz, lutë Allahun me këtë fjalë. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. O Allah, më ndihmo të të përmendi ty si të takon. Më ndihmo të të falenderoj ty si të takon, dhe më ndihmo të të adhuroj ty si më së miri si të takon ty, o Zot. Kështu që Ramazani është një mundësi e artë që na me forcu lidhjen me Zotin, edhe me shkput lidhjen pak për disa ditë, lidhjen me dynjan për rreth neve. Andaj Allah i lartësuar thot bashkë për Ramazanin hadith kutsi, thot kullu amali ibn Adam lehu. Çdo punë që e bën i biri Ademit është për të, illa saum, me përjashtim të agjerimit. Fe innehu li wa ana ajzi bihi. Agjerimi është i imi, edhe unë shpërblej për ta. Agjerimi është i imi, dhe unë shpërblej për ta. Ai që agjeron vetëm për hir të Allahut, për askën tjetër. Andaj në këtë kohë e ka mundësinë që me shtu lidhjen e tij me Zotin, edhe nëse bën një gjatë të tillë, e shijon Ramazanin e tij, e shijon namazin e natës së tij. Saqë kur është pyet Aisha radhiyallahu anha për pejgamberin alayhis salam, ka thënë, i është thënë Aishës, na tregon diçka të çuditshme që e ke pa pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot, zgjohej natën kur i zbritnin ajetet e Allahut. Edhe çante derisa ju lagte edhe mjekra e tij. E çante derisa ju lagte edhe rroba e tij. Çante derisa gjurmt e vajit e tij edhe lodhvet e tij mbetshin në tokë. Pse kjo? E ka përjetu lidhjen e tij me Allah. Andaj edhe kur e ka angazhu në një çështje për kësaj bote, i ka thonë Bilalit, rihna biha ya Bilal. Thërë ezanin e ti qetësojmë pak të zemrat tona, o Bilal. Andaj Ramazani është qetësi që e gjejmë në raport me Zotin, është një shkputje e shkurt për i krijesave, këtë kjo që njeriu me arrit edhe me gjet devotshmërinë e tij. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.